Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka urdhëruar prokurorinë e Fierit të nisë hetimet për kandidaten e Partisë Socialiste në qarkun e Fierit, Zegjinet Çaushi, pasi ka përfunduar hetimet paraprake. Sipas PAK, ndonë se nuk provohet vepra penale korrupsion aktiv në zgjedhje, nga verifikimet paraprake ngrihen dyshime për 3 vepra të tjera penale: shpërdorimi i detyrës, përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore dhe kanosja apo dhunim ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. SPAK njofton se ka përfunduar hetimet ndaj kandidates së Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Fierit, Zegjinet Çaushi, dhe ka dalë në konkluzionin se nuk jemi përpara veprës penale korrupsion aktiv në zgjedhje, por mund të jemi para rastit të konsumimit të 3 veprave të tjera penale që janë në kompetencë të prokurorisë së Fierit. Konkretisht, bëhet fjalë për dyshimet për kryerjen e veprave penale shpërdorimi i detyrës, përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore dhe kanosje apo dhunim ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Për këtë arsye, SPAK ka vendosur që të mos regjistrojë procedimin penal për korrupsion aktiv në zgjedhje dhe t'i kalojë dosjen prokurorisë së Fierit që të kryejë veprime hetimore procedurale për këto 3 vepra penale të tjera. Hetimet e SPAK kanë të bëjnë me një audiopërgjim të publikuar në media, ku kandidatja e Partisë Socialiste Zegjinet Çaushi shfaqet duke kërcënuar një qytetar dhe duke i bërë presion për votën.